Vence. SBA feston 250 vite lirie, guximi amerikan vazhdon të frymëzojë botën. Zëvendës presidenti J.D. Vance ka falendëruar presidentin Donald Trump gjatë fjalimit të tij në bordin e anijes USS Kearsarge në New York City. Ai tha se Shtetet e Bashkuara po festojnë 250 vjet të guximit amerikan dhe përsosmërisë së marinës amerikane. Sot festojmë 250 vjet Amerikës që përballet me të ardhmen pa frikë. Festojmë 250 vjet duke dëshmuar se çfarë mund të arrijë një popull i lirë, tha ai. Vence u shprehu mirënjohje marinarëve amerikanë, oficerëve të policisë, punonjësve të shërbimeve të emergjencës, si dhe dhjetra drejtuesve të marinave ushtarake që ndodheshin për vizitë në SBA nga vende të ndryshme të botës. Më pas, ai lexoi paragrafin e 2 të deklaratës pavarësisë. Ne i konsiderojmë këto të vërteta si të vetë kuptueshme se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë, se krijuesi u ka dhënë atyre disa të drejta të patjetërsueshme dhe se ndër këto të drejta janë jeta, liria dhe kërkimi i lumturisë.